Krosimi për Ramadanit, Bullësia dhe 0-1. Siguruan fitore të madhe për synimin e tyre, arritjen e mbijetesës në Superlig. Llapin poshti Gjilani në udhtim, por sërish mbetët në pozitën e 8, e cila e lë në zonën e barazhit. Nuk arritur më pas, vjen kjo super goditje. Legjendat kanë hedhur syt nga ndeshja e radhës, ajo e Xhiros 35 ndaj Malishevës në shtëpi. Llapi synon 3 pikë të arta në këtë ballafaqim, teksa Malisheva tashmë është e relaksuar pasi e siguroi daljen në Evropë, por mëton pozitën e dytë në tabelë. Llapi Malisheva është një nga sfidat interesante të Xhiros së parafundit. E plot 5 skuadra janë të rrezikuara që të mbesin në zonën e barazhit dhe gjithçka do të vendoset në 2 xhirot e fundit. Drenica që është një nga to në shtëpi e pret Ferizajn tashmë të rënë nga liga. Ekipi tjetër që rrezikon është Dugaxhini. Fituesja e freskët e Kupës së Kosovës në fundjavë udhton në kryeqytet për të ndeshur me Prishtinën e Re, skuadër kjo që nuk e ka arritur shpëtimin në Superligë. Nuk ka ashtë të bëj portieri i ri. Forma e dobët në ndeshjet e fundit ka bërë që në valle për të mbetur në pozitën e 8 të jenë edhe Prishtina e Gjilani. Realizon Prishtina. Kryeqytetasit për kundërshtar në fundjavë do ta kenë Ballkanin, kurse Gjilani e zhvillon derbin lokal ndaj Dritës. Ta të fundit në këtë ballafaqim do ta festojnë titullin kampion me ceremoninë e ndarjes së trofeut. Të gjitha sfidat e Xhiros së 35 luan të dielën me fillim në ora 16 dhe transmetohen ekskluzivisht në platformën Art Motion. Në këtë ditë janë ata përsëri